For us, it was essential to involve the families of the missing persons during the process of making the monument. First of all, because we wanted to kind of already for them to feel like the monument belongs to them. And also because we thought there would be a sort of cathartic process of writing the name. A lot of tears, I have to say, and a lot of even the way they write, the timing they take to write. We can see it was just, sometimes there is paper, a pen, and simple thing, and sometimes it's a lot more heavy. My biggest wish, let's say, it's for people who have like a missing person in their family. They can come there and see it also as a way to be close to them, or to be a bit similar to an epitaph for a gravestone or something where they can come and kind of reflect. Sigurisht që ne kemi pas shumë sfida, mirë po kemi qenë me të vërtet përkushtuar që secilën jetë që është humbur gjatë luftës ta dokumentojmë në mënyrë duhur. Ideja ka qenë që mos të lejojmë që viktimat të shndrohen në numra. Kemi menduar që për çështjen e personave të zhdukun duhet bëjmë më shumë në ngritjen e dijes së qytetarëve, të shoqërisë në përgjithësi, dhe nga aty ka rrjedhur ideja që të bëjmë diçka në memorializimin e tyre.